Top Channel e hodhi në gjyq për prishet e imazhit. E Olsi në beg i shkon surprizë Eglit. Kjo është kulmi, mu mundu me fshi borxhin me një paraqitje që mos mu dënu në gjykat. Olsi, përpos që është ish partneri i Eglit, e cila është akoma në formatin e Big Brother VIP Albanian, Olsi ka qenë edhe banori Big Brother VIP Treshit, ku eksperienca e tij ishte vetëm disa ditore, pasi që u eliminua nga publiku. Por ç'a ndodhi pasi Olsi e përfundoi këtë eksperiencë televizive? Ai kishte kushtuar një këngë televizioneve, të cilave kishte punuar si aktor, por që disi nuk ishte vetëm për TV Klanin, por edhe për televizionin Top Channel. Që prej aventurës së shkurtër në Big Brother VIP 3 dhe daljes nga reality show, Olsi Bylyku nuk i ka kursyer ironitë ndaj produksionit dhe vet Top Channel, shpesh duke bërë edhe akuza, ndërsa nuk ka pranuar të jep intervista apo të flas për këtë eksperiencë, duke lënë gjithnjë vend për dyshime. Megjithatë, duket se marrëdhënies së tij me televizionin i kishte ardhur kulmi, pas statusi që i kishte bërë në Instagram dhe projektit të tij muzikor Pik, teksa në status aktori shkruan të ndër të tjera, ekëm tek topi për më mirë, na nxorën për 2 javë, ndërsa në këngën Pik shprehet, mos bab, mos reago ashtu se të duhet topi. Vetë produksioni i programit apo televizioni nuk kishte reaguar për fjalët e Olsit, por ata kishin zgjedhur ta bëjnë këtë me rrugë ligjore. Teksa siç bën me di edhe vet aktori aso kohe, i ka ardhur një thirrje nga gjykata, pikërisht nga Top Channel. Nga fotoja e publikuar në Instagram, vihet re se Bylyku është paditur për dëmtim imazhi, teksa vet ai mendon se ata nuk duhet ta kishin bërë këtë gjë. Beles aso kohe u përmendshin shifra marramendse që Top Channel kërkonte nga Olsi, që ishte një shifër kogja e madhe prej 100.000 euro për prishet e imazhit. Sot, asaj dite, akoma s'është marrë ndonjë vendim nga gjykata për këtë rast, por me sa pam, hesapet mes Olsit dhe Top Channel u lanë mram, ku nga hiqi, Olsi erdhi për surprizë për ish partnerën e tij, Eglin, edhe pse ky është në lidhje dashurie mbas ndarjes me Eglin me një moderatore televizive. Tash kush kënd e përdori? Normalisht që personi vetëm që u përdor në këtë mes ishte Egli, do me thonë që Olsi mu pajtu me Top Channel, edhe që ajo shumë marramendse të fshihet një herë e mirë, Olsi ka pranu që të vijë në këtë surprizë pasi që ashtu i kanë kërkuar udhëheqësit e këtij televizioni, që hesapet e tyre mu la qysh duhet ndodh ajo që ndodhi mram. Do me thonë, Olsi u ka në gjendje me përdor ish partnerën e tij që ato paratë mos i dalin nga xhepi që t'ja jep topit. Edhe sigurt ka thonë, hajt shoqër merr mundësia edhe pe përfundoj këtë sharr me topin një herë mirë me këtë surprizë për Eglin. Ai kishit bëj ju një gjatë të tillë që me përdor çdo histori të juajën vetëm me i ndreq raportet me dikë që ju ka qit në gjyq. Unë për veti nuk isha mundu që në krah të ish partnerës tem me la hesape me njerëzit.